Parimi i dytë që dohet ndaja në fakt është që për me qenë bekim për tjerët, sepse Abrahami në fakt u nis për të beku tjerët, por ka një kosto. Ky është parimi i dytë, ka një kosto. Edhe nuk mund të jesh një bekim fakt vetëm nëse ti je gati për të pagu këtë koston e misionit. Tani kur Zoti e thirrri Abrahamin, thirrja fillon me një fjalë të thjeshtë për Abrahamin. Nisu. Largohu. Largohu nga vendi yt, largohu nga rahatia jote, largohu nga ajo që është e njohur. Pse? Për të qenë bekim për të tjerë. Edhe bekimi për tjerë gjithmonë, siç e thash, vjen me një kosto. Kur Krishti erdhi, kishte një kosto që ai duhet pagunte për të bërë bekim për të tjerë. Pra ka një nisje, ka një dërgim. Edhe zakonisht kjo kosto mund të jetë koha, sepse njerëz do kërkojnë kohën tënde. Kur ti je nis për të shërbyer dikë tjetër, do të marrin kohë. Për disa do të duhet të dalësh nga ajo situata, nga ambienti i rehatisë ku je. Për disa do kërkojnë financa për të dhënë. Për disa tjetër mund të jetë një kosto financiare, por ka një kosto, misioni ka një kosto. Por është një kosto që ja vlen. Edhe vetë Jezusi në fakt zgjodhi një rrugë që ishte e kushtueshme për të në fakt. Edhe ai mund na kishte shpëtuar Jezusi nga distanca, por ai mori pikërisht këtë rrugë në fakt. Erdhi, i kushtoi atij vetëm për të na shërbyer ne, vetëm për të na shpëtuar ne, për të na nxjerrë nga mëkati në cilin ne ishim. Zoti në fakt brez pas brezit ka siguruar njerëz, në fakt unë kam pa, jam vazhdimisht i mahnitur nga mënyra se si Perëndia përdor njerëz të ndryshëm për të beku i thret për thirrjet veçanta edhe i transformon në njerëz në mision në mënyra të jashtëzakonshme. Kam dëgjuar historinë fakt nga kisha juaj këtu. Edhe një histori që ishte freskët për mua ndërsa po përgatitesha për këtë në fakt, është historia e Adës. Ada, më falë që s'ka marrë leje ty për të pyet, por është për mirë, nuk është për keq. Sepse mu më ka bërë përshtypje në fakt. Mu më ka bërë përshtypje, unë e maj me Adën shumë kohë përpara që kur ishte studente në fakt, por kur filloi punë tek banka, ishte në sytë e mi, ishte duke përparu në karrierë. Ishte shefe IT, edhe në një moment caktuar Perëndia thret për t'i shërbyer një grup i fëmijësh që janë disi të harrum, fëmijë me nevoje të ndryshme. Edhe më bëri shumë përshtypje në fakt që ajo në pak kohë, duke ndëgjuar më tepër nga Altin, në pak kohë marr vesh që Ada ka lënë gjithçka edhe është fokusuar me kohë plot për t'i shërbyer këtyre njerëzve. Me kohë plot. Edhe pyetje që unë kisha në fakt për Adën, që s'ja kam bërë asnjëherë, thash, Ada, i ke menu mirë koston. Se ka kosto kjo punë. Kush do paguajnë për kredin e shtëpisë, kush do paguajnë për shkollën e për gjëra të tjera. Këto janë pyetje që i bëjmë ne si shqiptar në fakt. Por Perëndia ka qenë duke punu në sfond. Ai ka qenë duke hap rrugë, duke siguruar për nevojat e saj në forma të ndryshme dhe këtë verë e shikoj Adën duke fol tek Organizata e Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pse, në fakt? Sepse Perëndia në fakt është ai që i hap e orkestron gjërat në formë të ndryshme dhe është gati për të bekuar ata njerëz që janë gati për të marrë përsipër koston e misionit. Sepse ka një kosto, por është një kosto që ja vlen.